Na jena thonë me mbrojt këtë shkollën tonë. Me vetë kontribut e kena marru, nuk në kanë imu Ministria Arsimit, nuk në kanë imu askush, veç privatni. Normal se për vitit parë, dhe këtëri në vitin e 5, na nuk ke në dëshirë të largohen nga fshati zonë saptovë. Për ndryshe, në klasën e 6 shkojnë në shkollën Bajram Shaban e Kumanovë. Po. I bje sa lartë për këtu? I bje 8 kilometra. Sa po kuptuan se shkolla do të mbyllet, banorët e fshatit Kosturnik të Kumanovës u mblodhen për të firmosur një peticion kundër këtij vendimi. Banorët shprehen të revoltuar për paralajmërimin e mbylljes së shkollës, me arsyetimin e numrit të ulët të nxënësve. Sipas tyre, me 10 deri në 20 nxënës me mësim të kombinuar ka pasur gjithnjë në këto paralele. Vojtë në muave, jo që është e vogla tash një moti do më thamë dhe që fillon, po klasin e parë, kjo e madhja fillon në klasin e 4, edhe për atë është problem për musliman, një vojtë se si kjo, 2 vjetore, që mundet me shku në klasë parë në Kumanovë, që si ka 7 kilometra është drejtore dhe në Kumanovë. Për neve si namë, si prindë, Pash në bashkëpunët jemi kundër edhe fshati ashtu është një mendim. Njëri nga banorët tha se nëse duhet të kursej shteti buxhet për gjoja paga të arsimtarëve, të fillojnë nga shkurtimet e administratës publike dhe jo nga mësimdhënësit me kontrata në vepër. Ai tha se objekti mirëmbahet nga vetë fshati dhe nëse është nevoja do ta vetë financojnë, por jo ta mbyllin. Vitin 2027-28 i kena veç 4 nxënësi që kanë filluar klasën e parë. Si që din keq, shkolla është ba me vetë financim, edhe na jena fshati vogël, asnjëherë nuk kena pasur numër të madh nxënësve. Me thonë gjithmonë është sjellën numri deri 20, 22, 23. Nuk ka shkollë që kena pas numër të madh dhe kena rëmje të madhe. Edhe nuk është arsyeshme më në mbyllën shkollën. Këtë periudha gjate stimulohet eksodusi lokal i banorëve të fshatit. Me qenë se familjet e reja, të cilët i kanë fëmijët e vegjël janë të detyruar të emigrojnë prej fshatit. Edhe me këtë Ministria e Arsimit edhe Ministria e Fuqësisë ta themi, binë kundërshtim njëra tjetrën. Pse? Për faktin se nga pushteti qendror me janë proklamohet dhe promovohet jeta në fshat me subvencione ndryshme e tjera, a Ministria e Arsimit bën ndesh me këtë se ne jemi detyruar ta lëshojmë fshatin. Revoltën e tij e shprehu edhe njëri nga ish arsimtarët e shkollës. Do të vazhdojmë të tjetë, do të mundohme me çdo kusht, me çdo mënyrë që të ruajmë këtë pasuri të themi arsimore që kemi arritur me shumë mundime të ruajmë edhe të besoj se do të vjen në vesh të ministrisë edhe atyre përgjegjësa që marrin si vendimesh të shqyrtojnë edhe njëherë, a është në rregull apo nuk është rregull që të mbyllet një gjule të themi një kusht i dorëzuar i fshat. Nga sektori për arsim në komunë të Kumanovës thonë se janë kundër çdo vendimi për mbylljen e shkollave fillore që gravitojnë në këtë komunë dhe se presin nga Ministria e Arsimit që të miratojnë edhe për vitin e ri shkollor paralelet e shkollave të qytetit por edhe të fshatrave. Sikurse shkolla e Kosturnikut, në rrezik për mbyllje janë edhe disa shkolla të tjera të vendit.